Faleminderit shumë. Kam një pyetje si një nën pyetje që nën kupton vetë përgjigjen, po dua të marr një mendim nga ju. Po. Pyetjen e kam quajtur vetë. Aborti ky krem ndaj fëmijëve. Po, aborti në islam është i ndalueshëm, domethënë nuk bën të abortohet fëmia, nuk do mu qit fëmia në barkit, do mu parakua, mu mbyt, mos i mysni fëmijët e juaj, thot Zoti edhe në Kur'an, nga frika e varfërisë, se ne jemi që ju ushqejmë juve dhe fëmijët e fëmijëve të juaj, edhe juve po ashtu. Nahnu narzuqukum, thot Zoti në Kur'an, ne ju furnizojmë juve. Allahu ar-Razaq, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah ju furnizon juve pa mas. Inna Allahu ar-Razaqu dhu quwwatil matin. Allah është furnizuesi i fuqishëm. Ai jep bereqet. Momentin që jep shpirtin që atij insani jep edhe rrezikun, bereqetin, pasunin, begatin, e orienton, e ndihmon, e supporton se ka krijes drejtën, ai e ka fal. Edhe aborti është mendimi im, por edhe i bazuar në argumentet kuranore, edhe i bazuar në argumentet e dienikëve, dietarëve të mëdhej botëror eminent, duke filluar nga dietarë të njohur nga lindja në Perëndim, se s'du tash në shtatë edhe me emra me i përmend, po se janë shumë. Të gjithë kanë qenë unanim, si Jusuf Kardavi rahmet pas që ka ndruar jetë, ose Uthejmini, ose Bin Bazi, ose dietarët Mulla Sharif Ahmeti rahmet pas që ka qenë për gjallarëve tanë, dietarë të mëdhej, figura të mëdha botërore, dietarë mëdhej botëror, si në lindje, si në Perëndim, si Albani, Abdul Qadir Arnauti, Shuaib Arnauti, e gjithë kanë qenë unanim, gjithë ta dietarë shqiptar, arab, po ashtu. E të gjithë kanë qenë të mendimit që aborti është i ndalueshëm, rreptësisht i ndalueshëm. Po dhe Zoti thotë në Kur'an, mos bëni vrasje, mos mbysni, mos shuni jetë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, ta mbysësh një njeri si më mbyt gjithë njerëzimin, runa Zot. E kështu që çfarë fojë kanë këto krijesa angjëllore të bekuar pe Allahut siç janë fëmijët, që nuk i zgjidhin prind, po ata vinë në këtë jetë. Prandaj ne duhet jemi protektorët, mbrojtësit e humanitetit. Ka qenë një maksim, save the children, ruani fëmijët, mbrojni fëmijët. Ne duhet jemi mbrojtës të fëmijëve, jetimëve, bonjakëve, ta shtrim dorën e rahmetit ndaj tyre, t'i shkollojmë, t'i ndihmojmë, t'i suportojmë. Duhet jemi pra njerëz me ndjenja, subhanallahu. Njeriu duhet të ketë ndjenja. Njeriu kur s'ka ndjenja nuk është njeri. Faleminderit.